Demia, Jelek, Daloma, se në tjera, më pëlqen shumë. Meda për një fillim i komunizmin dëgjuar. Nisi fillon muzika, nuk uli shumë. Do nisi më njëherë me vallëzu. Më pëlqen shumë. Të pëlqejnë veshje tradicionale? Shumë. Ke veshur ndonjëherë? Ke pasur kom veshje edhe unë. Po shumë një përdorsmat Demia, Jelek, Daloma, se në tjera, më pëlqen shumë. Është diçka e veçantë, si kemi ne, edhe duhet më rujt. Duhet më rujt gjithë ata zakonet, adetet, se janë shumë e veçantë për ne. E pikërisht dasmat, sa të pëlqejnë ajo atmosfera që e kemi një qytet shqiptar? Jashtë mose. Nisi fillon muzika, nuk uli shumë. Do nisi më njëherë me vallëzu. Më pëlqen shumë. Po këngëtarët, muzikën shqiptare për cilë, ke ndonjë artist preferuar? Për momentin është ndryshme. Meda për një fillim i komunizmin dëgjuar, tani pastaj Orele Gaça në Shqipëri, kështu që ka shumë muzikante të ndryshme dhe kjo është një procedurë që ndryshon me kohë. Po gjatë festave si 17 shkurte, 28 nëntore, ke rastis me qëllu në Kosova për Shqipëri? Një Kosovë edhe në Shqipëri, në dy venat po. Po këto festojnë më shumë. Këto festojnë më shumë edhe atmosfera është në Shqipëri edhe këto shumë i bukur. Është veçantë, se është një ditë shumë i veçantë për ne, kështu që duhet me festu, duhet me vesh koqëzi, duhet me konë krenare për këtë, edhe vetëm duhet me festu këtë ditë e veçantë. Festohet edhe në Gjermani, pikërisht në Berlin nga shqiptare që janë atje, si është festa zakonisht për ditë të tilla atje? Festohet si jo, festohet, se veshëm edhe atje, me robat e kombëtar, veshëm koqëzi, shkojmë një për rrugë, me flamurin, ose rrim një mbrëmje së bashku, ikim në restoran, festohet edhe andej, shumë e veçantë. Po e shoh që e ke edhe simbolin e shqiponjës dykrenare, Bart, gjithmonë me vete? Gjithmonë. Vetëm kur harroj, ku jam pak në stres me ngjes ku do iki një punë, edhe harroj, po ndryq që kam gjithë me veten, gjithë. Është një pjesë e imja. Si është përditshmëria e Melinës, për shkak që e përmende që ke mëngjese të hershme ku ik për punë, si është një ditë e Melindës? Një ditë e Melindës është shumë interesant, nashta se unë qona si ti, mëngjes, edhe nuk muj me hapë sytë fare, se jam shumë e lodhur, e pas taj do reguloj edhe do bëj gati për punë, me pi një kafe, edhe do iki një punë. Kështu që e kam punë atje, punë ime, marketing, punoj atje me kolegët e mia, me krejt Gjermont, edhe ata janë shumë interesantë, kanë shumë qef me ditë shka. Bili vetë presën, kur të kthejnë tani në Gjermani, me pyjtë si ki kalua, shak i bojët se në tjera, e punoj, pastaj do iki një palestër, boj palestër, yoga, edhe pas jogës palestër, që shkoj të mamit e bobi, ri pak më këtë, karoj kohë edhe pak më shoqëri, dhe futim në shtëpi prapë. Ke një ditë në gjeshur, kështu? O, shumë, gjithë. Përmendët edhe aktivitetet si palestra edhe yoga, që janë kështu taman pjesë e jetës tënde çdo ditë apo jo? Çdo ditë jo, po palestra do shkoj 2-3 herë në javë, yoga e bëj një herë, e pas të hobit tjera, normalisht kapoj edhe librat edhe mësoj më shumë për shqiptarëve, lexoj kur jam rahat në shtëpi, më shumë për historinë për shembull, më shumë për gjuhën, se na tjetër.